Altini pastaj më preu, sepse... A i kërkove shpjegim? Ç'a ndodhi? Kur mbaroi numri, duart orkiti publiku, erdhi Goni me Amin, e kam thënë vetëm një herë më duket diku këtë. Erdhi Goni me Amin, thanë ç'kemi si e prezantoj, thash jam Visjani, kështu. Kam marrë gjimnazin të Arben Broci dhe tha po ç'a bën në shkollë, konkurrova në akademi, thash por sfitova këtë vit. Kush janë ta budalletha që s'ta kanë dhënë shkollën? Do me thënë të vlerësuan. Po, tha Goni këtë batutën. Dhe ndërkohë, prisja unë kisha lajmëruar gjithë fisin që do të dilja në televizor. Po, kisha lajmëruar gjithë fisin. Edhe prit se po dal hiç, edhe normalisht u mërzita se sa kisha marrë gjimnazin. Portokallinë kishin sepse ishte i vetmi emision humori edhe normalisht ishte një zhgënjim i frikshëm vëlla për mua. Por su mërzita shumë me thënë drejtën dhe shkova të hënën për të marrë vesh. Dhe më thot Altini që... Hej, unë jam Fatosi dhe dua t'ju rikujtoj që të shkoni në YouTube dhe të klikoni Andale Alë, të bëni subscribe dhe të shikoni videon e plot të emisionit.